Tani ç'të thua që ka faj ndërtuesi, thotë e kam bërë mirë. Të thua që ajo është dhe një pakujdesi, megjithatë materialet s'duhet marrin kaq kollaj me një shkëndijë, si i thonë. Megjithatë, inshallah të bëhet mirë për ata banorët, të marrin shtëpitë e tyre se gjyna kanë hedhur gjithë mundin dhe djersën. Dhe nëse drejt si thua, do u jepen shtëpi? Po besoj se është një rast që duhet parë me precedent, pa. Duhet që se s'bën që ti shpërblen, se janë gjyna, kanë mundin e djersën e 30 viteve. Mendoj se kryeministri dhe qeveria do ta kenë parasysh këtë, dhe siç premtuan. Nëse pallati jote është ndërtuar me gjithë ato materiale si atje? Po të njëjtën fat do kem edhe unë, si ata, kështu që këto gjëra duhen shikuar. Ne jetojmë në pallatet e Enverozës edhe jemi shumë të sigurt, jemi shumë të sigurt se do ruan tërmetin 7 balla ato. Edhe jemi shumë të lumtur që jemi në Arafatit jetojmë në ato pallate. Megjithatë edhe këto që bëhen, njerëzit i bëjnë me mundë e me djersë, nuk janë më të mira pallatet e Enverit se sa këto të reja? Po sigurisht. Enveri do të thoshte që të ndërtohet pallati, edhe inxhinieri në rast se betoni nuk është i asaj cilësie se duhet futet inxhinieri në burg, edhe mendonin kokën njerëzit. Dhe sa tani s'ka asnjë lloj përgjegjësie, ndërto pallate ik, bile as hipotekat nuk japin. Megjithatë, unë them që duhet vënë një lloj rregulli për këto pallatet e reja që ndërtohen. Mendoj se mbas tërmetit, mendova se mund të ishin shumë më të ndërgjegjshëm këta ndërtuesit, po ja që pas ka akoma, megjithatë nuk mund t'ja dhe ndërtuesit, nuk se tani s'di dhe ç'të thuash, materialet këta duhet i marrin të certifikuara.